Sami Kurteshi e ka vendin ose në burg ose në shtime, se është të i fy popullin shqiptar, është të i fy gazetarët, është të i fy të gjithë. Ky qëzuja bo deg e vetëvendosjes. Treshi për sheshi, Radoniqi, Albani, Besniku. Këta janë treshi për sheshi. Ky është komunist. Ky është komunist. Kush e kontrollon këtë qëzim? Aferat e fshehura të KQZ-s, kamerat, listat, votus, flet votimet. Zhurma e mbulon krimin zgjedhor. Nuk është parimor, është manipulator. Kusho kriminali e përsakton Kadia, jo Samia. Treshi për sheshi, Radoniqi, Albani, Besniku. Këta janë treshi për sheshi. KQZ-ja është bërë deg e vetëvendosjes e Albin Kurtit. KQZ-n e ka kap vetëvendosja. Sami Kurteshi i quajti mediat edhe gazetarët kriminal, e vras me pagesë, sulmoj edhe AGK-n. Presidentja Vjosa Osmani e ka shkarku dakën, e ka zgjedh këtë personin, Radoniqin, me vota të serbe, listë serbe, e ka zgjedh. Radoniqin e kontrollon Vjosa Osmani, presidentja e Republikës të Kosovës. KQZ-ja bo deg e vetëvendosjes. Këtu janë Sami Kurteshi, Alban Krasniqi edhe Radoniqi që në ka kur farë të kalune kombëtare. Këta e kontrollojnë KQZ-n, e kontrollon vetëvendosja me antarët e vetë. Kështu që Sami Kurteshi edhe postet e kalune që i ka mbajt të avokati i popullit, i ka marrë nemen luftës, nemen tu që kësë i ka marrë edhe i ka keq përdor Sami Kurteshi. Sami Kurteshi e ka vendin ose në burg ose në shtime, se është të i fy popullin shqiptar, është të i fy gazetarët, është të i fy të gjithë. Kështu që Sami Kurteshi ka vendin në burg ose në shtime, me fjallorin që e përdor Sami Kurteshi e ka fy edhe këtë institucion që është shumë institucion i çmueshëm. Kështu që i bëj apel prokurisë, gjykatës të merr masa, se mi thonë dikuna kriminal, do me thonë kë veprën nisaj qysh ka vepru Albulena Haxhiu për para që i theke Kadri Veselit, kriminal veprën Sami Kurteshi nisaj, e këta janë nisaj krejt vetëvendosis. Kështu që prokuria do të me marrë masa ndaj Sami Kurteshit që i ka qujt mediat kriminele edhe me pagesë, vrasje me pagesë. Faleminderit për juve, faleminderit që më keni përkrahur gjithmonë, kështu që Sami Kurteshi do të me dhonë përgjegjësi para shtetit tonë, edhe kështu që ky njeri me Albanin edhe me Radoniqin do të më shkarku qysh sot, do të më shkarku pe KQZ-s. Faleminderit shumë, respekt.